Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar fletën e votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në të 12 qarqet përballen 11 subjekte politike, që të gjitha së bashku propozojnë 2446 kandidat për deputet. Ditën e zgjedhjeve qytetarët do të kenë në duar një fletë votimi me përmasa të mëdha, me dimensione pothuajse 60x30 cm. Në qarkun e Tiranës fleta do të ketë përmbajtjen më të madhe e përpasoj do të jetë më e mbi ngarkuara, pasi përveç emrave të partive apo koalicioneve, siglave përkatëse dhe drejtuesve të tyre, do të jetë shënuara edhe emrat e 539 kandidatëve për deputet. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve mori vendimin pasi modelin ja kishte dërguar paraprakisht për mendim partive, pjesë në garën politike. Megjithatë, gjatë mbledhjes përfaqësuesi i Partisë Demokratike propozoi që në qarqet nga ku dalin më pak deputet, emrat e kandidatëve të jenë dëshënuara në hapësira më të mëdha, kërkesë e cila nuk u pranua me arsyetimin e uniformitetit të fletës kudo. Sa më të mëdha të jenë ato kutizat, pikërisht ato që shohin në ekran dhe emri mbi emrit, pikërisht në këtë qark ku ka një hapësirë mjaft bollshme nga një emër tek tjetri, unë mendoj që do ta ndihmoj procesin si në votim, por sidomos edhe në numërim të rezultatit, në tabulim e rezultatit. Nuk ka pengesa në vlerësimin tim të kodit zgjedhor në këtë rast për zmadhimin e shkrimit aty ku ka hapësirë dhe mundësi teknike për ta bërë KQZ këtë gjë. Komisioneri Lirian Celibashi vlerësoi pozitiv faktin se fleta e votimit është gati pothuajse një muaj para nisjes së fushatës elektorale. E njëjta fletë votimi në përmbajtje, por me disa specifika shtesë, do të dërgohet tek shqiptarët në diasporë, që janë regjistruar në portalin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ parashikon që fletët për votuesit shqiptar jashtë vendit të dërgohen në 10 ditëshin e parë të muajit prill.